que la playa está de baile. Otra que no pare. Dale duro hasta que salga al aire. Oye, oye. Precis fare rion kjo muzika, po precis fare. Si u ka mirë sot. Mirë se na erdhët, puntata radhës, dhe do kalojmë bukur, kemi muzikë sot. Nuk kemi vetëm kështu gjona për të prish gjakun. Tash është muzikë, ka lezet shpirti me personazhe që do mbin këtu. Si vëllim, si u ka mirë. Keni bërë një qik plazhe, një qik piscine, një relaksu si që tash radhës e kaloj. Duhet pak relaks truni, ndryshe pasaj. Nuk dini do të ndarket chill ke protesta, kupto? Duhet relax edhe jeni rahat fare. Kështu që pa ko, unë kam 2 personazhe sot. Ajo është Robi edhe Sonja Lidemit, se sa po ka dali klip mi kanë bukur për verë, që duhet me qa komplet beach baret për qep shpirtit. Kështu që muzika edhe jam në kësë. Que la playa está de baile. Otra que no pare. Dale duro hasta que salga al aire. Oye, suena. Se me pega toda tu cadena. Ua, precis, rion precis. Si u ka mirë ma? Mirë se na erdhët, da? Mirë gjithë. Faleminderit për ftesën. Vap sot, da? Shumë vap, ekstrem vap. Sasha në kusot për vapër kjo. Bo. Ishte gallate madhe. Po mirë, shiko, ama vap këtu, ama vap rrugës nga Tirana në Durrës. Normale më shumë vap rrugës. Rrugës ekstrem. Se sa këtu gëzohem që është një vend i freskët dhe goxha komoditet, kështu që ndihemi vërtet shumë mirë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë. Me gjithë qef, sinqerisht. Qa keni boje? Iq, ja. Si duket vera? Shumë e nxehtë. Tani super. Përveç faktit shumë e nxehtë, por edhe një verë me vërtet shumë angazhime, shumë lodhje dhe shumë projekte. Shiko, ajo është interesante. Kjo vera është tash ju jeni ping-pong me festa, me tasma, me gjona tilla, po burra që tu ja bëj pyetjen me radhë. Ta nis me kosën njerë se ne jemi 2 me 1. Okej, faleminderit për respektin. Gjithmonë kështu. Dhe realisht, sepse ti nuk është se ti punon vetëm në Shqipëri. Jo. Domethënë me live-in. Po. Kosovë, Maqedoni, kudo që ti lëviz. Po. Si ja bën tash për verë me këtë vap, me këtë trafik? Me thënë të drejtën, siç ta thash edhe më përpara, shumë problem me vapën, por është dhe një diçka tjetër shumë e mirë, sepse gjatë kohës së ditës, mua më bie më shumë që të jem në gjumë. Më kupton? Kështu që nuk e ndi dhaj shumë vapën, një kondicioner hapur aty, edhe mbyll grillat, dritaren edhe freskët. Kështu që nuk e ndi dhaj shumë vapën, por kur jemi kështu në lëvizje që kemi vende për të shkuar dhe kemi për të bërë disa ftesa, më kupton, ditën, gjatë kohës së ditës, me vërtet është goxha e papërballueshme. Shqyr zotit kemi kondicionerin për të na freskuar. Shikojeni, ju e keni ndru këtë ciklin e jetesës, ju jetoni natën dhe fleni ditën. Fatkeqësisht është shumë e vërtet. Jo vetëm unë, por edhe shumë kolegë të mi ose njerëz të tjerë që nuk merren vetëm me muzikën, më kupton? Ndoshta edhe me aktrimin ose ku ta di unë, ka shumë njerëz dhe më thënë që duan e kanë kthyer jetën e tyre mbrapsht. Por lutemi që mos na shkoj jeta mbrapsht, paktën, ta shkoj parë. Shiko, ajo parë do shkoj prapë punë, po. Gjithë halli është mos krijesh probleme shëndetësore, sa ndrimi i ciklit është çik problem. Tash se natën, pastaj nuk është se natën edhe je relaks. Jo natën me dupci, daullë veshët, a? Gja lodhje me ndore, në faqen të preva. Shumë lodhje me ndore. Nëse se ti faktikisht rinë në studio, ti nata punon. Dhe ti ti flet ditën e punon nata. Po, normal e kina punë. Po realisia po që punon natën me çunat të plak. Çunat nuk rinë natën e rahat për punë. A puno do dhe? Po të ne këte e kina punë edhe... Do të me u përshtat normal. Me kalimin e kohës noti që kina dhe normal.
mësosh me kalu Me këtë, pas. me këtë jena arritur është një shprehje. Shiko, vetëm mu kam qenë kontrapedale plak. Unë hapsha studion mjes, edhe në darket e mjë që e kisha shtëpi. I detyrosha njerëzit të vishin para dite me bokone, jo notë. Se nis me, si kuptim në arabit, nis me bismillah, plak duhet të jesh i qetë, kurse nota është për gjumë dhe për të kthjellu kokën. Kurse notën po shtrobe me çunat, si në studio, si në lokal është njësoj. Ti futesh në një gotë, në një batut, në një cigare, s'ka punë, s'ka kanë 4 ditë pastaj. Në? Shumë e vërtet. Lum ju që arrini të bëni një jetë dite, një jetë normale, sepse nuk ka më mirë se sa ta fillosh mëngjesin me bismillah, normale të pish dhe një kafe, ta hapësh çik syt. Por tani duhet mësohemi dhe ta pranojmë realitetin. Muzika live. Tonë është diçka që ne nuk e ndryshojmë dot. Nuk ka shanse. S'ka se shpunë e tillë, dasmat janë darket pjesa më e madhe. Edhe drek. Po darka është që e gjyn gjithë për çik më komoditet. Po, sepse shumë vap gjatë kohës. Drek. Pastaj të shikori gushti që është fluksi kështu, duhet me, ku dëgjon? Ju punoni me benzinë duket se. Mushe dhe gaz. Fakt, me vërtetë benzin. Drek dark. Po, e vërtetë Ja benzin. shqyr zotit unë për momentin nuk e kam drejt dark, kështu që po e marr çik veten pak me të mira. Kështu që E ke marrë çik më lehtë që mos kam më marrë lodh pak vetë. më lehtë, po, sepse nuk dua ta lodh shumë veten, me thënë drejtën. Shëndeti është Po, kryesorja, është e gjitha. parësorja mbi të gjitha. Kështu që të kemi shnetin se pastaj të tjerat do bëhen. E drejt, jo, aty ke shumë drejt. Po arrite me bëhe shu. Po se i lekët spitale, nuk kuptojnë një pjesa më e madhe. Unë gjithë verës, shta vjes ta dori pasaj sëru. Pa, si bankoma. Gjithë aty, po. E, kemi ca shok për bashkët neve, ka qenë fort fare, valla. Dasëm drek, dasëm dark, s'marrohet. Dasma dark, s'marrohet atë dasmën e i shko dhe ke urgjenca po dhe sëru. Edhe flen dhe gjumin e po dhe gjumin ke urgjenca, 2 vere. Më kupton? Mertë u karikonde, flet edhe gjumin ke urgjenca, më kupton? Sakrificë. Unë ishte për dasmën pasaj në drek. Ka dreka direkt për dark. E vdis edhe darka, do mëse, tash i 2 ditë, më kuptojnë pasaj, kur vite shtadori, ilaçe, gjona, po qa Edhe bërë. 2-3 muaj të marrësh veten pastaj. Po është varet si mëson tregun, se ka të bëj shumë ku mëson tregun e njerëzit të marrin gjithë kohës. Çe do bësh, ja prishësh, se ti e ngren fort atë, pastaj po ta prishësh ty të bie puna. Shumë e qartë. Ti është më mirë kështu gradualisht sepse punën gjithë kohës edhe. Çdo gjë është normale. Kjo është si ide. Gjithsesi ajo është në pranimin e njeriut. Nëse njeriu do ta pranojë një gjë të tillë, domethënë që të sakrifikojë shëndetin e vet për hatër të punës, edhe për hatër të lekut, normale, se shumë njerëz e bëjnë këtë, është e drejtë atyre. Aman, unë për veten time nuk mund të sakrifikoj shëndetin tim, kur bëhet fjalë për punën e punës ose edhe për shëndetin tim. Më kupton? Për mua shëndeti është më i rëndësishëm. Parja në fundit shkon e vjen nëse keni dëgjuar këtë shprehje. Është kryesor. Por tani e rëndësishme është të kemi shnetin dhe pastaj të gjitha bëhen. Ama të sakrifikojnë në atë lloj mënyre sa me përfunduar në spital, domethënë edhe prap unë mos kujdesem dot për veten time, vetëm punë, mos kem kohë as të flej gjumë, as të kujdesem për veten time. Jo, deri në këtë pikë nuk mundem E drejt. të sakrifikoj. Jo, është mirë, është mirë. Shikoj, janë pak ata që e bëjnë kështu, janë shumë pak ti hyn ka ata që janë. Po pra. Jo, edhe unë dikur e kam pas bërë, e kam pas bërë dikur. Toli më provu. E kam pas bërë dikur, më kupton, por kam hequr dorë. Kam hequr dorë. Fatkeqësisht, domethënë, në punën që neve bëjmë, edhe të përnaçme, tymi duhanit, kondicioneri, të ftofin, më kupton, dhe me kalimin e viteve lën pasoja. Lën pasoja që neve nuk arrim ta kuptojmë për momentin, por i kuptojmë me vonesë. Më kupton? Kështu që e kam pas bërë atë gjë dhe ka lënë pasoja tek unë. Prandaj e kam vendosur që shëndeti im është më kryesor. Plotësisht e shikoj. Po nuk u dogje. Nuk duhet me e provu, po se provu e vlla. Pikërisht. Prandaj po të ndoshta ai ka qenë në fillimet e veta, ku ta di. Shiko, këngëtari faktikisht kënon gjithë jetës. Edhe kur të plagët duhet kënoj. Nuk po them me punë live, po duhet kënoj, të ketë takat kënoj. Edhe po se që gradualisht gjithë jetës nuk ka takat, mo. Vdes para kohë e bunë. Se shumë lodhja, realisht shumë lodhja. Unë e kam provu vetë i kokur bosh ato koncertet e mia, se si veteran. Po nata është problem. Pase me orë gjata. Kjo është. Edhe ka të bëj, po tash me qetësi
Mi menaxhimi mirë, kryesorja është ta bëj zoti Mari, se ajo është Kjo është. vetëm me ec fort, tjerat pastaj do rregullohen. Po. Kjo është kryesorja. Ta bëj mirë gëzuar një herë, se u thava, vërtet se mu fal. pres tani. Sekond, jemi këtu. Çiçini Faleminderit për ftesën. edhe marrem mirë për klipin e ri. Edhe juve mbarë Faleminderit inshallah. Konga ishte spektakël, pavarësisht se klipin e bën unë pak rëndësi ka. Ti qumshi dorët. E ke bo, shkëlqyshëm. Jo, kënga është e bukur, edhe flet vet. Është këngë verore. Edhe është këngë si për dasma, si për klape, si për makinë, domethënë është një miks i bukur. Dëgjohet, normal. Që është i përgjithshëm domethënë, nuk është vetëm i profilizuar, se tash Ky ishte qëllimi vetëm jam. popullore po nxjerrin zakonisht njerëzit. Po. Për efektin e dasmës. Unë edhe Rovena e mënun mirë, me thonë drejtën. Ko, ju keni bashkëpunim parë bashkë, klasikon. Po, Është era parë. Po jo e fundit. Mirë edhe stilin, në fakt, ideja në fakt ishte Shefes. shefes. Këshira më shefe. Shefja stabit përgjithshëm. Po, Nuk jam shef. Ideja kësaj ishte fakt. Ti e bosi, nuk Sepse e mund. aty ke studio, si rrill me çuna, i vuna i kong, e bukur vjo fshat. Vuna tjetër. Koja thoda dhe kongën me Allegro House, te tha du. Jo, du po, te tha për dhe kjo vete. më pëlqen tha. Edhe këtë tha. Ajo më pëlqen. Do të thënë kushte kohës tani se më shumë arabikja, domethënë modernja është. Jo, s'ka Edhe House ka vlerat e ka vetë. element, gjiti, por nuk është house 128 Bravo, BPM. jo. Bravo. E 112 është në Orient. Po, në Orient. Është perfekte. Ka ngjyra, Modern. është këndimi ka të bëj shumë, se ju jeni puq bukur, edhe se kur e ngjon për shembull, gjoni duhet që një është diku për efekt, bashkëpunimi e bëjnë këngën. Shumë e qartë. Ju jeni të lidhur bukur se është vokali është i amël nga të dy palët, ka dhe potencën, kupton, dhe e ka ngjit si material. Plus pastaj është verore. Ty të ka pëlqyer. Po mos pëlqete mu të kisha thënë që fillimin ka pa bë klipin. Jo, ajo strik ke këtë gjona, ajo është drejt për drejt, ai thotë sono, të lutem, këtë ritmin apo, këtë vedali hiqe pa. Hiqe këtë, shtoj këtë. Ajo, atë ka fiksime, vetëm vedalin atë, gotitë buk. E pëlqej atë thotë, lene më rregull koka. Kjo janë ca elementë që njerëzit kur ta enjoynë të kërcejnë, duhet kërcej ai. Ato janë elemente këngës bazike. Pastaj, si tush, atë gjetjen, atë të bukurën, pastaj atë e bën ju kur e knoni. Kupton? Kjo është ide, po ajo ishte perfekte. Vetëm jam shumë e sigurt që live kemi për ta kënduar akoma dhe më bukur. Po është, edhe kjo është e bukur, se është stili i tillë që në live ke mundësi ta knosh pa Akoma dhe më bukur. pa u lodh. Se janë ca këngë për shembull që në live dalin tjetër gjë. Kupton se janë bërë në studio me idenë për të bërë të bukura. Po. Se kampanë janë, shiko, nuk mund t'i futesh i këngëtari live i autotune vlla. S'ka logjika, kupton? Shumë e qartë. Autotune vetë ngord aty sepse është intonum gjatë, më kupton? Po ajo në live për shembull këngëtarin e nxjerr jashtë loje, sepse nuk e ka më atë gjën e omël që jep autotune. Më kupton? Kurse kur e ke kështu original, që ti e kënon për çepin tat. Okej, se ka efekt. Ka efekte. Ato do Se thosha janë do bazike. po tash të mbarosh Më një herë kupton? pastaj. Bazikët Ka janë efekte, bazike. Ka efekt. Po puna që ti e kënon edhe je aty për çepin tat. Do si me live, si thjesht orkestracion, Po. është shumë komode. Madje të këto efektet kanë bërë çik debat. Si i thash, mua nuk më pëlqejnë shumë efektet. Më kupton, më pëlqen. Ngjyra, Më pëlqen domethënë që zëri të jetë sa më i pastër. Më kupton se nuk është atë se më mungon ose nuk e Drejt. kam shumë të nevojshme. Edhe kam bërë llafe me këtë, i thash pse më keni vendosur E, u këtë. skuqe. Duhet që ke perfekt. Zën për këtë pjesë. Kujta nxjerr fjalën ballor shif sa u skuqej. Po që do të. Jo. Pranon faj. E pranoj faj, po e rregullota pastaj tha, kështu po. Pak më Tani mirë po, pastaj, pak më mirë pastaj. Si. Një zjerë rëndësishme është Jo ka dalë. njerëzit ta pëlqejnë. Kjo, Edhe ty kjo gjithë garanci. njerëzve, domethënë ta dëgjojnë Po. me kënaqësi, domethënë ta disponojnë kur e dëgjojnë. Kjo është më e rëndësishme. Pastaj Jo, tet përpjet ajo, është e bukur se tet. Pastaj është edhe refreni që ti shkon lart, edhe ajo të ngren se aty ti jep këngën. Po të dhaj energji refrenit. Refreni është shit. Po na knoj çika të refrenin live më. ty me të pu, ke gusha, ty orush. Po të ty me të pu, ke gusha, ty orush. Original pak efekti. Original? prandaj pastaj. Kalë. Jo, Dajte teti më bukur. efekt, mirë, studion ton efekte tani. Normal. Unë punoj vetë, Kënga është këngë studio. Edhe
Tani edhe efekti ka atë lezetën e vet, ka atë cilësinë e vet. Që varet si e idejon këngën, se mund të idejosh i këngë shumë efekte se ashtu është tipologjia, kupton? Po mos jetë jashtë gjë se ti ta knosh live. Sa aty Jo shumë e tepruar, po. Kjo. Po si të qoftë ngjyrat janë. Çik po. Rovena e boni pak kështu ai. Po ka Si rovi modi. ka Pak gjitha tragjik. zoe valla. Oh, pa shumë efekt. I thashën, patjetër e heqoni tani tash edhe çuna me atë apo le. Është basa ajo shoh, se ka kush vokalin. Jo, Rovena ka vite në fakt që ikon. Unë Rovenën e njoh me vite. Sa Ka të që shumë vjet, ka dash normal. Po, Po. po e vërtetë është, por Rovena ka vite që punon live, speciale në Gjermani, Zvicër, e Në këto. Zvicër më shumë. Gjitha ne, në Itali, gjitha, dhe këto special, dasma, evente, por më në fund u plotsu ëndrazi. Keni Unë kohë, fakt, keni unë fakt, kohë, keni keni rapori dhe shumë më në fund na u plotsu ajo dëshira ime e madhe. bëjmë, i tha, do bëjmë, okay. A do e bëjmë diçka të bukur, do e bëjmë. Okej, mas kaq kohë erdhi. Nuk ke ç'i bën. Se kur jetë në televizje, më kupton, është pak e vështirë të kesh Normal, edhe kohën. nuk Unë që në përqendrohesh. kohën kemi me shnet, Po. më kupton se edhe tani kur nuk je ngjirur nuk mundesh të incizosh. Madje ky është edhe një pak problem, domethënë se ne do ta kishim bërë akoma edhe pak më herët, nga një muaj ndoshta më herët, por unë kam qenë pak pa qef. Mi, qëlloj fiks tash se është periudha. Po të kishte dalë më përpara klipi, s'do ishte, është periudhë e mirë tash. Më thënë shumë ndonë. I ka bë zoti, i ka push zoti gjona Fikse. fiksa. Se shikoj çdo gjë është kismet në atë moment që duhet ndodhi plan. Bëje sa dush, planifikoj sa dush ti. Ajo vetëm ty shtyhet sot nesër. A shumë no? Çdo gjë është me kismet. Duhet vi momenti caktuar mbet. E falenderoj Zotin, radhë e parë që kam një shoqë edhe një mikesh si Rovena, Faleminderit. edhe një shok mirë si Eno, që na ftovi edhe faleminderit shumë. Jo, për zotin për mua ke si me qenë studio talet jas, mos e çaj kokën fare, e din shumë mirë. Shumë faleminderit. Kryesorja është me ecë përpara, unë atë kam qefin më të madh për gjithë. Shiko ma, si, në ato një kritik një laf për klipin më mos, se jam këtu, po varja, muri pres zidha. Unë ku e pash klipin, unë i thash, o super. Qiko se pres nga tune, pres nga shefja se kishim për e parë. Që ti e diunë, se se shema parë. Kjo është pak shumë, Shefja Nuk flasim. për gjithë shumë. Ja nuk e di pse edhe ky shefja edhe ti tani shefja, jo. Absolutisht nuk jam shefja, por me thënë të drejtën nuk kam qenë këtu në Shqipëri dhe nuk kam arritur dot ta shikoja, domethënë tamam klipin në ekran më të madh. E pash vetëm me anë të telefonit edhe me thënë të drejtën më pëlqeu shumë. Komplimente, bravo, keni bërë një punë të mrekullueshme. Nuk e prisja, Ma more me, të them të drejtën. Pashën që edhe sigur edhe moment në parë këtë xhirimi. Nuk e prisja, më kupton, ama më surprizove edhe do kemi bashkëpunime të tjera. Vetëm të ecin gjona të mara, ajo është kryesore. E kina edhe diçka të bukur, prapë me edhe me Roma. Projekt të ri, Po, prapë. po. Po. E kina edhe diçka. Kur doli kjo ti e ul ke studio, valla, pse një ke bodi sa eri ke Roma. Po tani do të fokusohemi vetëm aty një herë, edhe pastaj pasi të mbaronim atë, të fokusohemi tek dikush tjetër se normale. Me qetësi, me qetësi. Çdo gjë është shpa. Po pat në një gjë për verën, mirë. Po ashtu pas e për shtator për tetor ndron zhanri muzikor për pjesën e asaj. Atë po thënë ndryshon. Kina menu kështu, me bë diçka. Jo, e kina menu, po, E kina. shefja. Po bro, e kina diçka. E kina diçka Tani të më bukur. detyrua ato Surprise, të surprise. E kina diçka të super. Ja, ka Super hit. Më jo bëhet. Përveç çik asaj. shumë për sa. Është dhe një kërkesë e imja që Shiko, kjo është këngë shumë e bukur, domethënë, ti ke bërë shumë këngë bukura valla. Se ke pas edhe ca gjetje interesante. po, Klasi të për veçanta këngë. shumë. Po, kjo është goditje për se okay që duhet. Po është edhe stili, edhe forma dhe i gjithë organizimi nga aja ke gjë. Domethënë, i ke net në kokë. Se ca këngë tjera ti ke pa përgjetje, nuk e ke qa shumë kokën në final. Më kupton? E vetëm ke bë goditjen tënde. Kurse këtë radhë është, si dush është punu, është pjek mirë, Po, e vërtet. edhe i ke net në kokë. Shumë e qartë. Që kur punon kështu valla si duket velja. Shumë mirë, në fakt, shumë mirë edhe e shoh veten që bravo thash Sony, Aliteni, sepse bone një punë të shkëlqyeshme, një punë saktë, e kupton sepse
Punë me përqendrim, se saktë i rrët gjithë tani. Edhe Ti këtë radhë i përqendru si çdo. Edhe do kone vet, e dëgjojsha vite kjo Rovena ka ardhur gati në 7-8 herë që e ka dëgju, e ka kënu. Edhe unë shkreti pronto. Po jo është shumë, por se 4-5 herë. Jo, po them, ka ardhur, e ka E ka dëgju dëgju, edhe për po. qef. Aha, Edhe për okay, qef që na po, fisoni, për qef, bravo. kafe për qef, bravo, normale, kështu. kështu, normale. Që na fisoni. Ja, quhen ato. Bravo, super, tha, kështu vazhdo. Edhe pastaj të e miksu, të e rregullu, dhe ku e çova aty ku tha kjo stop. Tani është super fare, mos e luaj më. Edhe Jo, ka të Zonë. se veshi freskët, se në në studio bukosesh. E ngjon, po duhet veshi freskët, kur e ngjon, nuk vërtet edhe është. gabime direkt. Po është mirë. vërtet është. Këtë rallë, i le goditje bukur. Gjithsesi këtu, ridej shumë. më falë që më Po, prema. s'ka. Gjithsesi këtu, një falënderim të veçantë është edhe për Olsin. E përshëndesim E Olsin. përshëndesim atje, edhe i vaf të barë, është dhe gjë se ka bërë një punë të mrekullueshme, faleminderit shumë Olsi. Edhe do jemi akoma në bashkëpunime të tjera. Normal. Olsi është gram, do të me put ku është bëj. Oj ma, se s'të kom put në jerë kështu në ekranën, di po, Përshëndesjen dhe ta falenderojmë Olsi. Është do me të puth me du me bo me tylla, jo është ala me të quni për që. shumë çuli, mirë çuflori, unë e kam shok tjetër vite Olsin. Shumë pozitiv, Këtu e edhe 20 vjet. si më burë s'prish në jerë qef mas një Europë, valla. E vërtet është, e vërtet është. Ai është Nuk e di, unë është unik. Që me ty që unë ke pas një këshuti që çka qena ja burë qafsha ty o i Vetëm mua më ka pëlqyer. fakt. Dhe mu që e vëjtë që me për TikTok, për goditjen TikTok. Më dhe aty e vëjtë që me. Po, ajo, fakt, ajo kong doli kështu. E si doli e kong? Ka dal si pamenje. Ti të thysh tani, si qosh kjo, si pamenje. Si pamenje. Aty me të shkuat gara në salë, e? Isha këtë studio, edhe po rrisha kështu, edhe thash, a ta bëj pro, i thash jite, si në atë studio, sot. Ina këtë fiksime, për jo, s'bo kjo, të taktore dhjerë. Qohem aty, Gjetë. edhe, se ti si më doli, ai lloj ideje edhe ko e knova, ajo ngjiti direkt e konga, edhe në fakt, si vona shumë menjen apo rëndësi shumë. E mora, e ova aty ke TikToku, edhe iki në shtëpi. Ne gjuhë edhe ku ngreve gjuhë ku e ova TikTok. Ku ngreve gjuhë ku shohun aty viral, gjithë ato njerëz, gjithë goca çuna, gjithë bravo Sony, super kong, e kur do dali, as ves se besova, si ajo po viral. E kupto? Viral gjitha ne. Edhe pastaj shkova me çuna në studio, e knova, e studiova, edhe doli super. Doli Se që super. kam i menim të më dhenë, që do ishte, sa ko bëja që e kënë zjertën, së po gogja. Na i vite gjysë po. Po. Ndashëm. Se që dhe kisha, ku t'i gjohën, një këshu, një ide për të arri bo dhe jetë tjetër tja të vla, po dhe këshit bo bashk. Jo tani. Ka lezet, jo. Pse? No, mua nuk më pëlqen si ide. Jo, varet se si e shtronë në shalë. Kuptoj. Po ta shtrosh në gryshe tja, dhe? Po. është del shumë interesante. Ajo. Gjithsesi edhe ato projektet që kemi janë shumë të bukura, kështu që Apo Agjin Geleta, si shmirë. atë mendoj unë për mendimin tim. Si do ti? Jo, unë e thash. Nëse ke. Unë e thash mendimin tim. Nëse do ti Është po, ide e bukur, pse jo? po. I dhura dhe Enos të na ide të bukur dhe Eno, pse jo? Jo, mund t'ishte opcion që mund t'a risjellësh, po faktikisht ajo Ndryshe. drejtësh ka ngel ngel në ashtu. atë lloj gjoje, domethënë edhe ndoshta për zdytje të secën, po varet si mund ta Me rësion dhe më thënë në një lloj Edhe mund plasi prap. po mund ta sjell me tip dancehall atë vëlla që dalin bot tjetër, e pa doli- stil timi. po pra në stil tjetër, po, atë po mendoj. E çuditshme ishte që e bon gjithë videon. Dhipat, Si gjetja, burr, gjetja. e bon. Gjithë edhe so puna si e bon vetëm këto njerëzit të thjesht.
Edhe njerëz shumë klart. I gabim bone që nuk e fute me copyright pak do kishe bon lek. E more holla zhu shpejt. Holla bravo, ma më erdha këtu të shpejt i të Osono. A mund të ajun të shenos shpejt. Ka dal Miku Konga dha. Miku Konga, edhe ky shkënda po. Hajde boje, edhe shpejt e mbaru. Shpejt e kemi bë. Po, ja realisht po ta kishe hedh me copyright, do kishe punu më shumë. Po, e vërtetë. U bë shumë viral. U bë shumë viral aty në TikTok, u bë ekstrem viral, po mi, kërësore që është bohit, kënohet sot e kësaj dite, sikur ajo gjetja e refrenit e kërkojnë edhe njerëzit si vinë aty ke muzika, aty ku punoj una. Muzika jam dëgjuar për të parë. Edhe njerëzit thonë, sono, ma këno qika të qafshat jo jetë. Edhe kësa e kënoj unë atë, a i tak, e kam gotën, qa ka aty, edhe e pinu e kësot, kjo kënoj kjo kokë. Ke qëllu fix për shqiptarë dhe burë, duhen mu karikue. Edhe teksi është i bukur, edhe teksi është ral. Ta kam shumë teksi është realitet shqiptar. E kupton? Se të ta gjesh me vemente të thish prit tani, kjo ka i temë bukur. Po, e ka një temë. E kupton? Po. Ta kapish fikse, e ka një temë bukur dhe si vjen e refrenit ta kem dhe unë në emision? Patjetër. Si ti jemi funit që e kam në emision, ti edhe kanë marrë të gjithë. Po. Qafshat ty o jet, do pi pak so, ta unë shabuzën lali, mos u nervozo, mos u bo me rak, se nuk bohem ta, do vi unë e shpi, o me Terezi, qafshat ty o jet, do pi pak so, ta unë kësha buzën lali, mos u nervozo. Kjo është. Je ma. Doja të bëja aplauz, po tash mos doshta po i interferon tek mikrofoni edhe po ja prish këndimin. Kjo është e konga ime. Unë kam bo dhe tjera, pra. Fakt. Jo, ti ke i tuf. Shumë kongë. Kjo është që thiu situatën. E kam bo dhe një pauzë. Shka pak më ndryshë. Edhe kjo më fakt, si me naloj pak atë vrullin, atë vrapin, që unë mora. Ke bo ke kangët të bu, nuk se ti ke bo pauzë nga live ty, vinjedhit shopin e ti? Po, edhe nga kongët, bona po. Spa ajo më fakt, ajo. O do punosh live në target dhe o do punosh në studio. Fakt, unë i bëjt e dyja, edhe live, edhe e di që do se jo sot e vërtet, po. Me të marru ikën në studio? Po, jo. Shkojnë live-i, shkojnë nga ora 11 dhe nga ora 3:30 njësi, shkojnë shpi, qa buk, gjumë, greë, pi, kape, mi shrok, mi mik, direkt studio vëse. Pra s'menjë, them, do bëjmë diçka të buku, i them ati shroku, po, thot, hajde, ime një mu, jo, për ta shkuj teksin, jo. Shiko, po nxjerrin njerëzit muzik pa fund, edhe duhet, jo me majtë të ritmin, se ritmin nuk majtë nxjerrësh nga 3-4 kangë muj. Si shpoj nxjerë shumica, janë duke nxjerë shumë. Po, puna është tash, edhe duhet me bo, po edhe duhet me majtë ritmin, po edhe duhet me punu gjitha me zibona, nuk keni fajt për zonë. Tani kur e ke mundësin financiare, të kohës, e të gjitha, pse mos mi i bë? Unë jam dakord. Unë madje, ta kisha mundësin unë. Njerë në muaj, këngë të re nxjerrja. E mira kjo është, në fakt, ta kisha. Ka shumë drejtë, e mira kjo është. Se je këtu, je këtu. Se arritë mëzore, jem 3 muaj, jem 5 muaj, do, bjen pak ajo, audienca. Muzik për trek, që duhet të jetë si duhet televizi. Këtën edhe të pak të... Po si të qohë ka jo të mandë karikushe, më se, po të është 1 muaj, dhe shkosh do meresh me kangën, dhe i donë ditët e veta gjatë mujt. Pas e do meresh me klipin, i do ditët e veta gjatë mujt. Po tani mundesh... Momenti që e marrove, tu ti e marrova po e nxjerr, fillon mujt tjetër. Është që një di ritëm, domethënë. Ka edhe kjo vështirësia e kohës, gjithmonë kur je që punon, që je në lëvizje, se jeni vetëm këtu në Shqipëri, më të lëvizësh jashtë, ku e gjen më kohën marrë në studio? E vërtetë. Është halla. Aman mundesh edhe të zgjedhësh që një këngë ta bësh me klip, një këngë mos ta bësh. Kupton? Shumë njerëz zgjidhin edhe këtë versionit ose thjesht një klip, shumë të thjesht një fotografi aty, ose thjesht një video të vogël. Edhe është mirë. Kaq. Po është po si Robit sot po s'pa video nuk shkon ta klikoj më vonë. Vetëm me titra. Video vetëm me titra.
Në fakt, mirë që Ka mënyra të duan ndryshme, po duhet. Klipi duhet. Klipi të ngren. Normal. Është me pak llafe. Normal Klipi të ngren, si njerëzit fiksohen dhe klipi. Po. Shikoj më sa i bukur klipi. Se të flasim pa dorashka si që flasun gjithmonë. Tash këngëtarët, në përgjithësi, këngëtarët janë çik si tushina çimlla, që të jemi në rregull. Sepse po them, këngëtar ti mund të kesh atë 500 veta shokësh apo jo. Po. Ash. Nga një sherë secili janë 500 sherë. Një, jo më tepër, një. Ai ka, ku dëgjon, 2000 veta miq. 500 për 2, sa i bin? Shku një 20.000 kusur, u doli kënga. Edhe po e nxorre ti audio. Nuk po them që merre dhe knoje sot si këngë e re. Po. Për respekt atij shokut dhe për këngë për repertorin, se repertorin ti e pasuron, më kupton? Po. Dhe këngët edhe pa dal klip sot janë bëjnë hite. Kupton? Është ky është mekanizmi shumë i thjeshtë. Puna është që ne kemi çik të hallin alla shqiptarësh, pse ti apu support aty? Jo. Beteci vetë, detyrohesh ti pasaj stresohesh. Realitet, bravo. Fatkeqësisht është realitet. Bravo. Po është një skem Shqipëri që është punojnë ekstrem gjithë, po të kenë qef gjithë ta bëjnë këtë punë, është një skem që po të funksionoj, gjithë punojnë më shumë Po. dhe janë gjithë më tepër në treg, gjithë bashkë. Shumë e vërtetë. Kurse kështu janë 3 shkallë më poshtë nga sforco, më kupton? Edhe i nati, si është ajo? Nati. Po. Si dha i bëhet vogël ta atë, i furit. U rritë këta Po, la. Bëhet gjithë vegjël dha i lirë. Duhet të mbështesim njëri tjetrin. Kjo është një çikali mba. Ne Se jo çdo këngë bëhet klip. Ju e marrni me njëri kohë, bosha albumin me 10 këngë, 1 ose 2 klipe maksimumi, Po. që ishin për albumin, pjesa tjetër Tjetër audio, pastaj. edhe t'ju lançoja. kaq. Kurse sot 10 këngë, 10 klipe valla po bëjt se. Mirë keq pak shumë thjesht apo e madhe është kosta ajo. Kosta. Po. Shkosta. Me thënë drejtën, unë kisha gati 6 vjet pa bërë një këngë të re dhe pa bërë një klip. Edhe me thënë drejtën e kam vonuar shumë se 5-6 vite nuk është pak. E kam vonuar jashtëzakonisht shumë, por Si nuk do jam qenë ke qenë si- drejt? Kam qenë domethënë në punë, Është kam e rëndësishme shumë. Kupton, kam punuar, kam pas disa evente, disa dasma, ditëlindje, am kupton, por e kam fjalën për tregun. Më kupton që unë të bëj pak atë repertorin tim që të njifem, e lash pak veten time bazdore. Ndoshta jo vetëm unë, por edhe shumë artistë të tjerë që kur filloi korona, domethënë drejt. gjërat U përshi gjithë sistemit që ka qenë atë. të gjithë kaluan një situatë shumë të vështirë, jo vetëm unë. Por fal Zotit që ja më në fund me forca. Ja. Dhe po zoti. Edhe ky ma ka bërë domethënë që të ma bërin mendje se unë e kisha mbyllur, thashë nuk bëj më, do merrem vetëm me këto edhe nuk po bëj më. Ama nuk ishte ky soni këtu që ma bëri në Riktheva. mendje, ma rikthevi. Kujtes. Jo, edhe më rikthevi domethënë atë dëshirën, se mua më kishte humbur dhe dëshira. Të të marrë se. Më kupton, më kishte humbur dhe dëshira. Kështu që faleminderit, po të them. E Faleminderit. meriton. E meriton Faleminderit ti për Rovena, e meriton. Ti e meriton, je në plot gojën, je artiste. Faleminderit. E meriton shumë. që ti të vazhdosh akoma. Je më para. artist se sa artistat. Faleminderit. Faleminderit. Do thosha më Kështu- artist. kështu e no. Po më artist. Jo, realisht vetëm marsi inshallah. Faleminderit. Vetëm marsi edhe tash muzika punë që e thjesht. Shoh. Duhet të jesh edhe happy kur ta bosh, po duhet të kesh pak edhe, si thush, nerva ekri mes përpara. Po. Se vjen një moment që trashesh, mërzitesh, lodhesh, thu ik se nuk ne më doli koka veni. Po, ashtu isha unë, atë fazë kam kaluar unë. Duhet domethënë, thjesht- që nuk po mundem më thash. Do majt me sforcë, se njerëzit kujtojnë se ky fut tranela, thotë e mirë bafshim. Nuk e di sa lodhje ka këngëtar. Lodhje shumë. Po dhe shumë Lodhje total. shkrimime, edhe lodhje dhe Lodhje. dhe shumë gjëra të Në plot tjera, gojën se lodhje. nuk është- Te ato të shohin tu knu, çap qefi bon ky. Po. Ku i thoti me karasismo. Tu knu për shembull gjithë natën me vje puna. A më mos i bodhe ti ku lodha burr. Gjithmonë tu knu tu kursye, kupton tu pit ti çka. O vllai, është lodhje. Vetëm gjumë. Është bravo, vetëm gjumi, bravo. gjumi. Është lodhje. Me statistika të Lodhje rregull. mërdak, thash. Kur unë ja them njerëzve nuk e besojnë. Të kënosh ti 5 orë në dasëm. Është më shumë se
ketë punu dikush në ndërtim. Bravo. Tullallaç. Shumë e Dhe më sepse është këtu e gjithë ajo. Shumë e vërtet. Kupton të hapet gjoksi. Edhe realisht është edhe me shkencë me të gjitha. Një këngëtar 4 orë, 5 orë që vetëm Shqipëri not se në Nuk përbohet nuk është normal. është me vdek. Është më lodhesh më tepër se të bësh tullallaç gjithë ditën që ai s'lodhet ai sa lodhesh ti. Po. Se han gjithë kolpën han gjoks. Po, në gjoks, kupton? e vërtetë. Dhe nuk është i ditë. Ti punon për ditë, janë 2 ditë, janë 3 ditë. Nuk kam 20 gjithë vjet. mujt. Nuk kam 20 Jo, vjet. përveç asaj. Me këtë Po flas intensiteti. Se këngëtarët janë që i futi turneja me data, e di që ka një vit, gjatë vitit ka po themi 10 koncerte, Pa, përgatitet për ato 10, edhe krym punë. Ke parasysh edhe shërat. Po kështu me kërë intensitet gjithë kohës, gjithë verës, timri, bum, shumë e lotë. shumë dashur. E vërtet është. Shumë Është shumë e lodhshme si thash edhe më përpara, domethënë përveç se lodhjes, ti ke edhe pasoja nga mrapa me shnetin, ëh? Ti gëzoni më, fryen tu, Jo vetëm për zërin. e gjitha të fryet fytja. Qa s'ka? Ftofesh Këno do Me të fasa, me frymarrjen. ca data do Me ka kënosh. do të mu kjo gjë. duhani aty. Me ilaçe, me sheringa, me u bë rob shpejt e shpejt. Se ke datën tjetër, se s'ke qa ti posh njerëzve. Me qulpona. O burra, ko shifsa të djetrit, e këto, jo brezi, po djetrit, e këto, edhe të thëshin, u lodhshim, vete pishi s'gjo mjes, thëshim, kokravezësh, nga 3-4 copë, tak. Ja, te ka bo mira. Bravo, edhe ajo është një ilaç, thote, Po. super për nes që i knojmë, thote. Të djetrit, e Po, këto. po gjithë bo mirë për gjithë trupin, po mirë shumë edhe për fytin, është shumë e qartë. Po, që nëtë sot e kanë këthirë buri fusit sa gota alkohol. Ja, po, e Do këmi të thosha, moderne. ne nuk Po, kujdesemi moderne. Rofe të zoni, po. Ne nuk kujdesemi shumë për zërin. Është talë. Tu është problemi. Unë ropë si kam pas fut me shishe plako në studio. E din zjetë. Kur në vishin me shishe alkoholi, i thasha plako, po të dalim tapim. Jo edhe bëjmë muzikë të dhe mu, jo valla. Të dalim tapim. Tapim, lik shpi dhe ajde ne se le morare, do shë unë bëjmë kongën. Po jo valla, se mi jep energji, do dhe, ku ta jep energjin? Ti taps merresh veç që thosha me veten tane, si do më kuptojsh mu kur them, ule zonin, nga e zonin. Thash, si? Apo që ke drejti, po mi pa e dalim tapim atë qishen edhe i ka edhe nese, apo ti talesh me ne, është po vjen në studio bë muzikë, valla. Nuk ke, ku t'i gjohën? Thasha, e kështu i bosha, zbor. Po e pse vetëm atë, i ke pak tu t'i ku bëshin klipet. Po mirë tani një gotë duhet. Kot, po e me Jo shishe, po. Okej. E një gotë di duhet. kushtohen që më Sa të shishe. E di. Po për Sa në për të Si ishim disponim. gjë. se kanë artu mu për klipe, vishë me qeset më, dhe. Jo, Qesja po, le qesën atje, po, hajde gjëmë të shi. Normal. Puna e do ca regula, valla, se ndryshe. Bravo, puna ka. Po mirë, do Për rritë vete, po flas edhe për do vete. komfort, ta më kupton të ndihesh komfort, të ndihesh mirë, domethënë sikur ke dalë në një kafe, po pi një kafe, tani kur del për qejf me shoqërim, a do të pish një gotë. Shiko, unë kam që- kam i tip që ti edhe po pive, edhe po s'pive mund ketë chill, unë bëj për vete. Sepse, E shoh, po nuk e bona një artist të më dhenë tjetë komod, nuk gjiron do taj, pukoset. Po triu me i not, i ke ti. E më dhenë, që se ti ishe mërzita dhe ditë, po ti ishe edhe unë këshu, ti si ishe bo për klip. Ato ditë kam qenë mos Ah, i shumë. të mirë, në nerva Po. nuk kulm, kështu që Unë munosha të gjesha formën, që Po. si tush, ta rotulosha muhabetin, gjonat, kjo, ajo, që ti t'ishe sa më komode. E kam ndjerë atë gjë. Se ndryshe pasaj çko punë dam. Edhe ke parasysh nuk gjirohet ashtu. Edhe nuk punohet ashtu. Kështu këtë natyrë kam. E të më si të pi, si mos pish, unë jam po i social, po prapë në qef, më kupton? Sepse më duhesh me rregull. Që të marrën punë, se ndryshe marrën punë. E vërtet, jo. Po, hajtë ke muzika jonë, kështu e ka, situata. Tash duhet dhe i qik. Do dhe atmosfera, pasaj në live, dhe u dhe shiko të burse, po se edhe në qef aty dupci nuk e shans. Prandaj po them, s'do alkooli bëhet pjesë e jetës tënde. Okej, ndoshta jo të përnatshme ose të përditshme, por tek tuk, se ndryshe njeriu nuk mund të jetë në disponim ose në humor të mirë çdo natë. Më kupton, tjetri thot prit tani se unë erdha për qef. Çfarë kam unë tani, të shoh fytyrën tante që është e mërzitur. Fiks. Më kupton? Fiks. Ti çfarë do bësh tani? S'ke çfarë bën. Po e sytë e ty kanë njerëzit, ke drejt. Sytë e kanë një Ta, sa tani këngëtari. për qef, tani. Qatë të japi Qa halli ke këngëtari, lërët e shtëpia, jo Kontar. aty tek Aty puna. është sy. më kupton? Pikërisht. po dhe energjiti janë rregull njerëzit. E ki ke ndorë, domethënë se për, si tush, për ty kanë ardhur në fund fare. Edhe ka të bëj shumë, Normal.
Tani ata dinë edhe për qefin e tyre, se ndoshta nuk e din ku je ti për momenti ku nuk je, më kupton, se unë jo gjithmonë i vendos për story për shembull, e pa njerëzit ku jam, ku nuk jam. Tani ata vinë për qefin e tyre, më kupton? Tani thot unë po vi tani të bëj qef, tani të shoh ty të mërzitur me nerva, që nuk po më disponon, po iki fare, thot, ikim. Po e tret. Duhet bësh dhe pak atmosferë, më kupton? Telefoni kujt është më? Ky ka mundësisht një. Mendova se e ka fikur. A është aty në tavolinë? Po. Vetëm që jam zërin. Mos e çaj kohë. Jemi në rregull. S'është problem fare. Ja ku jena. Okej. Ja bish pse unë gjithmonë pa zële telefoni sot si për inat. Ose vetroni sta prish punë fare në. Oro, sa këngë kjen total të repertorin tëte? Plas jo ki live-i, tujat personale. Okej, nuk kam shumë, me thënë të drejtën. Kam vetëm bashkë me këtë që kam bërë me Sony në shetreta. Në trend total gjithë të vite. Je fokusu më shumë ke live-i. Ja fokusuar më shumë te live-i sepse me mendimin tim atëherë që videoklipet ose këngët nuk është e thënë se të japin shumë, nuk të bëjmë punë, nuk kupton, duhet investim, edhe nuk të bëjnë shumë punë. Tani qëllimi ime dikur ka qenë vetëm puno, bë lek, të arri qëllimet e mia që kisha. Më kupton? Dhe pastaj mrapa, dikush më tha, Rovi, tha, si ka mundësi, tha, gjithë të kohë, tha, edhe nuk e ke bërë një këngë, tha. I thash, e di që ke drejt, thash, duhet pa tjetër dhe unë ta bëj një. Edhe të parën e kam bërë thjesht, dhe më thënë, sepse më dha oferta, më kupton? Dhe nuk është të thënë se e bëra, dhe më thënë, për të njohur me njerëzit, ose qëllimi ishte thjesht për qefin tim. Për qefin tim edhe shumë e bëra. Nuk është të thënë se investova shumë, ose... Kurse të dytën pastaj e bëra me qëllim që të kapsha pak tregun, më kupton, se pyeta çfarë këngë duhet, çysh tek. Investova pak tek e dyta dhe i kam bërë kështu vit mbas viti. Me idenë domethënë që çdo vit do bëj një këngë. Do thënë nisa me atë qëllim pastaj. Por jo gjithmonë siç i bën planet të ecën jeta. Kështu që prandaj kam bërë stop, domethënë kam bërë pushim goxha vite se nuk ishte mundësia. Edhe thjesht e kam parë këtë vetëm si punë, më kupton, më tepër. Shiko, sa për të përkëndje për të bërë videoklipe, sepse duhet të investosh. Mirë, a ka të bëj shumë është njëse si fotot që ti në Instagram. Kur ti edhe gjona të reja, njerëzit duan të shikojnë. Edhe pastaj kap një treg që nuk është mbi tregun që ti punon realisht, është një treg i ri për shembull që ti e kap. Edhe të thërretaj, edhe fillon lëviz. Është thjesht për ta si tush për qenë prezent, pse jo me sjellë një produkt bukur, pse të bëhet hit për shembull. Qefi të ajo është të produkti i ri, se nëse ke live-in edhe nuk e çan kokën me bokan, se jenë treg edhe jam rregull. Të thash edhe unë, i kam qenë në rregull. Duhet, në një gjë e re duhet. Tek tuk duhet se kisha vendet e mia ku shkoja që punoja, nuk e vrisja mendje, na më kupton. Dhe kjo ka qenë e gjitha, por te live-i ti ke grup tatin fix apo punon me grupe të ndryshme? Jo, me thënë drejtën, me vite kam pas punuar me grupe të ndryshme, tani varet. Një ca kohë isha, domethënë, me një grup që shkonin, punonin në Zvicër, pastaj u ndava, se ndonjëherë të ecën, ndonjëherë nuk të ecën. Kupton, njeriu shef edhe leverdit e veta ku i kanë ofertat, ku janë më mirë, am kupton. Po kam punuar me grupe të ndryshme. Edhe ka pas dhe raste madje që kam punuar edhe thjesht për një natë me muzikant për shembull edhe këngëtar që nuk i kam njohur fare. Madje thjesht domethënë se më kaftuar pronari për shembull edhe nuk kam njohur njëri. Ka vajtur edhe thjesht shumë herë, po, shumë herë ka ndodhur dhe kjo gjë. Sidomos to vitet e fundit. Kupton? Kështu që nëse më pyet domethënë si kam pas emrat, as emrat nuk jam mbaj mend. Po, sa e vështirë është ku grupi është i ri? Shumë vështirë. Që të përshtatet. Shumë vështirë. Do më duhet të përshtatesh ti instrumentave. Ka shumë probleme. Përveç punës faktit sa kualitet ka mikrofoni, është dhe problemi i muzikantit ose muzikës. Më kupton se sa do përshtatemi neve me njëri tjetër. Sa ai nuk më njeh mua, nuk e njoh atë, më kupton? Kështu që kot nuk i thon live. Ndodhin situata ndonjëherë edhe të pakëndshme
Por, jo gjatë gjithë kohës. Më kupton se ato janë normale. Edhe profesionisti më i madh edhe kupi puna kur punon me orkestër ose me njerëz që nuk ka punuar më përpara, do ndodhin keq kuptime ose do ndodhin stonime, problematika të vogla që nuk hyn shumë si, po nuk është çdo gjë Njerëzit perfekte. nuk kuptojnë ato. Njerëzit se kuptojnë asnjëherë sepse janë shumë timta problemet, po këto lloj Po, probleme që ndikojnë ke ty. Ndikojnë në po, lodhjen tate, më në këtë aspekt e kisha. Po, se unë i përjetoj shumë keq Se gjëra. publiku se kupton, është vetëm zhurmë, muzikë, dup, energji e janë në rregull. Po ti që sforcohesh gjatë gjithë kohës që ti po e këno këngën deri në fund, ke ty është problema e përret tash. Më sa ndikon. E di çfarë më ka ndodhur një herë, mishe, këto më kujtu tani. Isha në një dasëm, edhe fatkeqësisht dasma ishte jashtë. Edhe në fakt neve do ishim vetëm 2 këngëtare, por nuk e di si u bë, pastaj erdhi dhe e treta, pak rëndësi ka. Por u çova herën e parë me këndu, okay, u çuan edhe të tjerët, sa u çova herën e dytë për të kënduar. U dogjën bokset, mikrofoni, gjitha. Edhe u prish dasma. Seriozisht e kam. U detyru pastaj, ashtu siç ishim, po bënin pak atmosferë se tani s'kishte çfarë bënin, nuk ishte fajo. Jenë gjona U doq fëmia, u doq fëmia. Jenë gjona normal, jenë gjona që ndodhin. Më kupton? E kështu që ja gjëra që ndodhin, këtu dha të dalë. Jo, në fakt unë s'kisha gjuhë hera parë, jo, kisha gjuhë shumë ndryshe, gjona lloj po si kjo, jo. Mua më ka ndodhur një herë, s'ka për të ardhur. Në kamfonia në dasëm, që me qimen është problema jo. Normal, si është. Me prish dasëm. Se mund të jem në një Indja apo në një event tjetër, shumë atlet, po A i dasëm. zëvendësun sollën e një gjë tjetër apo? Jo, nuk Shkoja ka shumë të dot, vet. jo, shkoja ashtu komplet, po bërin në ata instrumentale kështu pa mikrofon, thjesht me saksofon. A shumë? Ashtu pakës, po u bë ajo, më them u çova unë, u çu tjetër, domethënë Mund të qenë afër fundit? pak nga fundi, një orë pasi të mbaronte, po atëherë u nxjerr situata, domethënë për neve, sa u ashtu, nuk e di se ç'a bënën aty atë. Ç'a ngatron? Nuk punovim. Mo. Kështu që ç'a nuk ndodh. Kupton, Si me të qashtë no. Edhe Ç'a kjo nuk ndodhi. ndodhi. e kishe gjuna e këtë no? Jo, këtë jo, di qa po Edhe ti, po mblundëm edhe situatë si putë menimet tani. si sektor. Ishte dasma jashtë. E jashtë që këta i ngërejmë nga halli se nuk mahet jashtë Se me edhe era e Ikën, lëvizërin, ti nuk arrit dot të intonohesh as muzikës. amplifikatorin, ka lanë kol pa amplifikatorin nga Tani dëgjoj, në sezonin e dasma ose tani në këtë sezon që jemi neve, ka shumë ngarkesë gjithandej, më kupton është e vështirë të gjesh foni të mira, mikrofona të mirë. Madje ka raste domethënë që në moment fundit të ftojnë, thonë, kështu, se për shembull nuk kemi këngëtar, hajde, në moment fundit, 2-3 ditë para për shembull. Edhe nuk ti e pa përgatitur. Më kupton, tani ti thuash jo, nuk mundesh. Sepse ke edhe ti libertin tënde. Edhe detyrohesh pastaj shkon e pa përgatitur ashtu siç duhet. Më kupton? Prandaj po flas jo vetëm për neve, por edhe për këto, për fonit, për gjëra të tjera, sepse njerëzit i lënë gjërat shumë bazdore. I lë për minutë I lënë minutë fundit, po. Po. Edhe jam shumë e sigurt që edhe në atë rast, do ketë qenë domethënë s'kan gjetë fonit të tjera, ishte me vërtet shumë e lodhur. Janë serios. Ishte e lodhur shumë si foni. Kështu që ka raste neve na ikën edhe zëri komplet, aq shumë lodhemi në një vend për fajin të mikrofonit, të fonis, të miksetës, si mund ta themi Ke çati bosh, edhe mikrofon të marrësh vetë ta ke shtatin, po mos ketë ai në rregull sistemin atje është Po shkotësh. Normal të shkotësh. Është e vërtetë. shkota. Është e vërtetë. Po Jenë gjona që ndodhin, a? jo, po që ta din njerëzit se sa probleme ka këngëtare, se tash dhe herë. Unë kur i gjë që dhe ne ama bërë se tralala. Bravo. Me negëm. Edhe të Me gjykojnë. legët ai hallat i çati po. Edhe të gjykojnë, edhe të Po, gjykojnë. e vërtet. Qysh jo? Të gjykojnë mirë, të dëgjojnë, a më se s'kno ka mirë, po ku e diti tani se sa kualitet ka mikrofoni im, sepse ky ka zë tjetër, unë kam zë tjetër. Më kupton? Ky ka nevojë për efekte të tjera, unë kam nevojë për efekte të tjera. E drejt. Më kupton? Tani unë marr mikrofonin që ka kënduar një mashkull, për shembull, nuk e kam timin sot për shembull, do marr mikrofonin aty që ndodhet. Edhe unë tani i them, ma rregulloni, s'ma rregulloj mirë ata. Unë tani bërtas, ulëras, bëm ujë në djers, aq shumë lodhen, a më se s'kno ka gjë ky fot tjetër. Më thënë e kanë mendjen vetëm të gjykojnë.
Më kupton, pa e ditur ata sepse ku qëndron problemi. Më kupton, ose për shembull, mund të ndodhë një rast për shembull që muzikanti nuk e di këngën që unë po kënoj, më kupton dhe nuk më shoqëron siç duhet. Edhe unë dua stanojmë bashkë të dy, stanoj unë, stanon ai, nëse s'di ka kjo. Direkt fjalën e fundit ta thon të parën, më kupton? Edhe këto gjërat, me thënë drejtën, nuk të japin as vullnet me pasaj. Që ti bosh me shqiptar e sapi, themën. Dhe e gjithë se zborë vegjin për i diçka. Diçka që është e mirë, du t'i gjej vegjim. Se diçka që është keq nuk lollet me thonë se duke që për shkeqa. Po kur është mirë, du t'i gjej vegj. Gjithsesi pasi pinë këshofin. Vete kërkon dyja i kanë. Pastaj, hyll fare, na kënaqë, e shkëlqen. Nuk e kanë mendjen pastaj të gjykojnë, po kur janë pa pirë. Është fillimi. Ja, kur janë pa pirë, duken i çikat. Dhe pas janë aty në tavolinë edhe bëjnë komente. Duhet që të bind pak si sy njerëzit ke tavolina që janë. Edhe boni komente. E ke parasysh për të duk që shikoj. Allashi me nimullin. Se këta të gjykojnë, jo me dhe me knu, po nga kokat e komëlla, kupton? Dhe takat e këpuse ta gjeni gjo atje për muhabet. Kur fillo shtrojë tavolina pasaj, gazele vetëm pap, se merë me shmo. Na plon që i vetë. O, që na plon, me kap që na plon. Ja doli që na plon. Kapi të shumë kapi në studio pare. Hadi e na plon. Le. Bo. Pos ma deshe qunin, dobra svetem no. Oj, le. Bo. Pos ma deshe gozen, dobra svetem no. Hey, opa jala, divi dopa. Hey, opa jala, divi dopa. Kush kërse na ploni, ja bënë qepignoli, Oj Maria, faqet gurabia, o Mariola, faqet e velishonom, e Allah ti vëret shumom, e kushen si pollumo, e mos ma pilakino, e se të mosullumo. Ate kësuar të ne. Zua më mbaroj. Ishte e bukur për zonë. Po pra, thash, na ploni. Allegro ishte e bukur për zonë. E qatë të dy. Jo, kështë notën e vetë, nuk ishte nota ime. Dakor, plotësisht. Më ndova, se vetëm ky knock, fashaj. Doli bukur, ja. Atmosferë për qef. Me Robi vetë kështu bëjë, vetëm atmosferë, alegri, njerëzit i knaqen. Duhet me qenë happy. Na për vende, na për Duhet me qenë happy, po si e happy. Tash unë hapa një sot të shenit. Ke po çik plazh tash. Relaksoni kokën. Se duhet i çik, vetë që ditën stres. Atë ma bëj në Robi në rrugës ku po vish. Kur po ikin. Plazh tash. Jo tha që unë jam rrek. Në bona të tita më. Në bona të pra. Kisë daj bëjmë edhe ne. Mi, ka dal. Plazhin kur shtator, tetor. Se kështu jera të barë, me kokë në kemi të zedhë. Po dalë kështu. E mu ka jetë, si që e shpresi, ku dorë maqë. Po pishtë njërë dhe kanë atjere që... Po sa shumë, s'ta ne puna. Duhet me netë kështu. Po ma mirë kështu, sa kanë atjere është problem. Po të pak të në kështu, kur pa e oqe nuk bjenë, dhe këtu je. E këtu je, më rejtë. Pa, sa shu desh me viza bu. Me viza me lara. Martur për shu. Ketë drejt. Nuk e mendova këtë pjesë. Jo, jena më mirë kështu. Okej, se për me femra, dhe më thënë, me pas kanë atjere është mirë, dhe më thënë, nuk kuftohet. Kështë ndoshta për ma shumë. Unë s'kam edhe për plazh. Unë rrit 5 minuta në diell, tak. Si jam direkt, marrë gjyre direkt. Po, ashtu ka lezet. Ashtu i thashat, si ta po, sa nuk kina klipi ta usimi apo të ikim plazh. Shtovi bodi plazh, fjala po pak çokoladë këtu. Ishte zloni në studio. Pa, s'kam nevojë, rrit 5 minuta të diell tak, marrë gjyre tash. Kjo është shpiti qesh. Je njëri me fat, jo vetëm ti, po edhe shumë të njerëz të tjerë, domethënë që e marrin direkt ngjyrat. Direkt. Unë dua 5 minuta. 2 javë. Ikum. Kam 20 metra. Që duhet me maru këtu me ikmi futit gjytme, ne nuk shkoj. Imagjino. Stere ko. Përtoj pasaj. Më shkosh, futesh në dekë, shkosh shpi, lash, vish të prapë. Stres i ma. Stres, lodhje. A mi një orë, një orë. Nuk e kushton gjë një orë. Kam që bëjt qunit,
me çunin ka herë kështu po. Edhe atë ngecën Ele, ato do të shëndë unë, ele atë bëtë plazh. Po, ka thonë sot, dhe ikim plazh më dhamu. Tash marrim me misionin një herë. Sot do e bëni halal. Nesër bëni çfarë doni. Ja, ne më nesër vazhdon avazi. Vazhdo prapë. Dhe vazhdon avazi. Po. Ja, sa të marrim me këtë verën, shtator pastaj avaz tjetër. Tash e kemi zgjidhur këtë punë me bo. Ti ju kuptoj shumë. S'ka pushim aja. Po ka pushim. Edhe ti suksese, Rofsh. Vaftë mbar. suksese, të të smar, Rrofsh. edhe për filmin. Suksese unë e pash, me pëlqevi shumë, ishte duhet ta super film. Rofsh keq. Edhe kam pafsha sa më lart, Po jam ti e shumë sigur meriton që një ke djak bërë- Lori. Ty të duhet Film kohë. super, Të edhe duhet me kohë. kualitet në maksimum. Rofsh. Jam shumë e sigurt. Po, ja, shpresoj tash që të shikon YouTube është duke ecë flak fare, ha. Super. YouTube është duke ecë flak. E holla për efektin e këtyre ta shikojnë njerëzit në masë. Se unë shtator filloj me këto kinemat në Itali, do ta ndërpres, domethënë fund gushtit e bllokoj që të vazhdoj andej. Edhe bëjmë gati për dyshin pastaj, që kemi nxjerrë trailerin dyshi ka. Ma tregove i çiket e dishi. Po dyshi ka punë. Pash, super. Shumë punë e frikshme këtë radhë. Po them se ku dëgjon, unë jam si budallaj, si deri në komi hy dhe dal në punë me xhimë. Kjo është një gjë e mirë. Është gjë e mirë. Kjo është Do të thoya, shumë gjë e është gjë e mirë. keqe, Nuk është gjë e gjë e keqe. mirë, sepse jo çdo kush. pozitive, guxon. le. Jo çdo kush guxon. Po. Kena profesion të vështirë, valla, duhet me majt me zor, me frena dore. S'ke çfarë ti bësh, kjo është puna. Kjo është puna. Si muzika, si kjo, si e njësht. Po duhet me majt gjithmonë me frena dore dhe me pas nerva ekri me ecë përpara. Se ky është tregu, po nuk është se ne kemi një farë tregu të madh që i ta nxjerr produktin ti, shitet, del, bën lekët. Tu çdo gjë që ti e nxjerr nuk bën as i lek. Po, vërtet. Zero. Më se ka që është, nuk është se ka fajin Shqipëria. Po i grushte është e burr. Çfarë do bëj? Kaq është potenciali. Kaq nuk, Nuk e çfarë bën. Tu edhe klikimet në YouTube, këngëtari për shembull fiton lekët nga jashtë, nga klikimet, volumi që vjen nga diaspora, nga shqiptarët e tjerë, se këtu kaq është. Po. Më gjithmonë na duhet suporti atyre atje. Për më shumë masivitet. Kujton se Shqipëria e vogël. Nëse si bolla Që dhe kaq është, mashallah dhe kaq. ky është fati jon, domethënë si shtet, se kaq jemi. Po, vërtet. S'ka suport, më kupton, se kur s'ke suport. Që kjo këtu janë vështirësi për të gjithë, nuk është vetëm për një sektor, flas pjesa e artit. Po. Pastaj pjesët e tjera po të ishin bëni ndërtues, do kishin bën lek për shembull, kishin bëni pallat dhe kishin bën lek, ashtu po. Po se kia, pastaj Allah Zoti na dha punë tjetër. Nuk më merr mendja. Se Edhe shumë mirë. po të punosh jashtë ndërtues, okay, ke më tepër fitime, po këtu nuk vlerësohet shumë puna. Këtu në Shqipëri fatkeqësisht, sërish po e them, Këtu ka gjëra të nuk, tjera. nuk vlerësohet. Puna, çfarë do lloj pune të bësh për mendimin tim, ja, gjithmonë mendimin tim. Shikon njerëzit janë mësu të një gjëjnë, kërcejnë dhe kanë qef ta komente me laf të keq. E janë fiksi magji, po s'është problem, ca. Jo të gjithë. Ca është ajo, është ai virusi që ka shqiptari, domethënë që ta thot i kështu i diçka. Ke parasysh, por jena mësuar me këto. Më pos doli një me bëj kritik, si të qoftë ta kritika është se ai të ka pa që të ka bë kritikën, kur i them unë shiko, kur të kritikojnë njerëzit është mirë. Po. Se i të ka pa. Po. Kurse ai që do me të bëj qefin, sa thot fare më burllapin, se ai e ka pa, ka marru punë, ka vazhdu punë e vet. Më kupton? Siç i bodë zëm, ke 100.000 klikime aty, ke një trot komente të këqija. Qia, po. Që më duhet ishin për shembull 30 me, ku diu, me 50.000. Po 30 janë ato, po ato 30 ty të kanë pa. Që e ka shkruajt, se e ka marrë iniciativën, ai e ka pa, e ka marrë iniciativën me shkruajt, domethënë, shisa zhlodhej. Kurse ai që Ka vëmendje quhet. Po, edhe në fund gjas me shkruajti koment keq, domethënë e humi kohën. Po, kuptoj. Prapë edhe ai ty të ka qef, po ka qef, është robi e burr. Tash ka që Shqipëria gjë e vogël. Edhe Njëse si kritika duhen, se tani jo çdo gjë është. bëj shumë ajo. S'ka perfeksion. Më kupton, perfeksioni për mendimin tim ekziston, por shumë i rrallë është perfeksioni. Ka Kështu që qenë kritikat mundësi duhen. Kritikat duhen për të ecur përpara, të bëjnë më të fortë. Shiko, kritika duhen nga ata që janë të fushës, që ty të kritikojnë një diçka që ti ke problem. Kurse populli në përgjithësi duhet të jetë suportues. Po. Nuk, sepse nuk ka që ato të për kritika. Thjesht nëse s'të pëlqen kënga, aty nuk më pëlqen.
Qose të pëlqen, të më pëlqen. Ka që ide këtu jemi në rregull. Po duhet të jesh suportues. Sepse Shumë më qartë kjo. ka që shtregu, pas e ka që mundësit ma bën në Shqipëri që do me bë. Pralla nuk i bën dot. Do të tokës për pjetë nuk e bën dot. S'ke shansa burr. Është shumë e vërtetë. Me bëm gjon më të madhe ti se bën dot, pse këto janë kushte. Tezesh përpara është. Se po të kishte pas mundësitë e kishte bë dikush, duhet kishte dalë dikush që ka bëj gjë të madhe. Po kur s'ka mundësi për të bë këta unë shqyqy që e bona këtë, ti thuj po, i vi support. Kaqësh. Shqiptarit. Kjo përësish, po jo, 1-2 të hujet të bu, të hujet me qep. A i kange uri tot fak, gjithë kongës e blako. Të shje e pa full. Më kupton, ti kangën omërsin komplet aty, për qef tatë shqiptarë, popullor janë të këshu, e që kur qoni komentaj. A kur se boni ku di unë e Chris Brown atë kangën Shqip, li da do dhe Shqipi, ato gjillave. Më kupton, kuptin e fjallës me shumë për këshu. Po, këta shka të Shqipëria, edhe jena mësume do të me bëm maksimumin për këta që kemi këtu. Edhe që si kemi, si na duhet, a? Faleminderit Zotit që i ti. Si na duhet, se ato të Gjithsesi. bëjmë edhe akoma dhe më të fortë, normal. Duhet e drejtë. Në të që fare ja ke bëj zmetin maksimum, do. Ja bëj zmetin tjetërit, dasmos, festes, se këto jenë në rrumë me vetën tarë. Të që në 200 veta aty do ketë një, apo i gjyshe që nuk, të se ke bo qebi, në s'ka pëlqyt, po ku një kanë kismet zoti që ti sa shu dot, se kënona, se ke repertor dhe u mërzit. Po, ato Se këto nolin, a kupton? Ndodhin shumë, jo ndodhin shumë. Po, sepse Na të kërkoj përdasma, për shembull, po, të kërkoj një këngë që ti nuk e di ose e ke dëgjuar, por se nuk e ke mësuar, Bravo, nuk e s'ke ke studiu. mësuar si këngë, nuk e ke studiuar. Ti do ja përqefi do ja knosh. A kupton? Se knove, po tani normale që se knova më se thash që në fillim nuk e di. Po knoja aq sa di. Tani vetëm te knoja aq sa di. Po, fix. Tani pse më gjykon? Pas e thot, se kënove të punë, ja. Se knove, por nuk e di pra ka. Ose di më të lamërova, me ka ndodhur dhe mu kjo gjë. Muçiner. Ka lëvizën nga më fal. Ja, Ka lëvizën nga një vend tjetër. Po të dalin një me po të Tani 200 që veta, pas mos Dali një si me ta nxi jetën. Del një dhe i nxin jetën, rob vetë në dasë. Bravo. Jo më ty që Jo. kënona, kupton? Ai e Nuk më llogarit fare. Fare, kush jetë? Po për zotin e politike pa, fillon me dasë më njerë, pastaj kalon këngëtari. Bravo. Nxjerrin ca surata aty vërtet shefti kanë bërë ca vetë tuaj dhe kupton që ka i problem që shkon. Kanë me njëri tjetrin. Dhe ti pastaj thu që s'do zbrazen ke ty për një gjë që ti po kënon, ti je i funit. Ti je dorë funit. Po, ti je i funit vaj, ka futur një 2 gote edhe kur vjen ke ty. Tak, i karigum. Po. Mund si Gjithë dhe dupit i ka Ma atje kënon kongën? si ozimot. Po. Ja këno di vjetë të pas, se s'ma kënon dhe burë. Ore, e knove i kom, una. Po unë e disha e kom. Edhe të e knon, nuk o kështu. Nuk kështu ta. Po am thep, po këtë apo se këtu këtu. Edhe ti është një Vazhdoje strofën e parë, vazhdoje vëlla, dhe bodësi. Turit ke koka, ja? Ore, ke koka, ore më kom, edhe me lekë në dorë. E po se me lekë tak. Vazhdoje. Edhe të e këtu, po kjo pra është, a the për këtë vëlla. Po, kjo është mos S'është kështu kjo, jo. Nuk o kështu, ti prap e kënon. Refrenin, strofë prap. Nuk o kështu, po që e do për fat një lekë dhe ti po iki. Ti po edhe, po i nodhë që ka. I nodhë që ka, do jo, nuk o kështu. Nuk o kështu. Edhe ti prap vazhdojnë çunat mbrapa qeshin, normal që i di gjithë shokët tonë. E fort. Si ne kene gjithë mirë. Ne si mena me muzikë, ne artista. Ne me ta vesh me sy. Unë me brezin tim, po flasim kështu tani. E kuptoj këto muzikantat shokët e mi, ne Me u dal bravo. me zhvese. Jo, edhe për grupe, jo, më për shembull, edhe për grupe, se thjesht eksperjenca, Me grupin ku ti flas me muzikantë më. Jo, me eksperiencën që ka ai edhe una, ne më vesh me si për shembull. Tak. Ne nuk hasim direkt, po flasim këtu tani si. Eno ka lek. Tak me sy, adi ju geno të marrë me lek. Na kuptojnë edhe çunat, edhe si po flasim kështu. Ma se ashtu ka, tash këto janë fakte. Këto janë fakte, bravo. Njerëzit te kanë qef. Po dalim, mohabetin si e mohabetin, pra. Oj ma, që kemi shok ne, si ja bën te, ja bën nga larg, ja bën te kështu. Bravo. Ke, Jo? kam do dhe nxirrte. E shikoj, do dole mohabetin. Këto janë gjëra, shiko, këta janë për qyfyre, nuk e se. Se, si do qoftë, këto lloj skena që thonë sa, ty ta pranon se është me gallata. E pranon edhe ai që është atje. Po, e vërtet. Edhe artisti e di sepse kjo
Këto që fyën e vjen me qesh, me ai alla ka. Ka raste si me knaqemi. Ishte pra punë në zonën op të punë. Po pra, ne knaqemi për shembull. Po e tu knu ai po në lek ne knaq, po ka raste pastaj si. Duku sujnë? O shpirti. Edhe situatash. Ja, o Që shë duhet të vërtet. dish edhe si të dalësh. Bravo. si të Ka raste si reagosh, ne na shko puna vaj. Po. Puna vaj, kupton? Knojmë, na edhin lek, knaqem, shumë faleminderit. Ka pastaj që Ke lloj. Ka lloj. Shumicën e rasteve kalojnë bukur. Po. Kjo ka rëndësi, domethënë, në shumicën e rasteve nuk janë. Po. Këto probleme, ka raste që tani ndonjëherë edhe I go dy gota. ndodhin. Do shpërthej? Normal. Ja, po. Atë ora kështu. Po kjo. Realiteti kështu. Pi go, dy gota. Edhe bam. Pa të çaj kujtu kjo. I ke bokset, ka story. Çfarë të kujtu? Ja, nuk e Të të kujtu në kjo. bam. Ka rast dhe më thënë edhe bam, me thynë e gotën, shishe të bie ty, ndonjë sikër xhami, ose alkooli, njomesh tani, me gjëra që ndodhin. Normal. Por këtë për tash duhet të dish edhe si çdo kush. kalosh nga situata. E drejt. Kështu që Qallë vetesh edhe jora. tash hall në vetë. Si është atë qefi paguhet, a? Që i paguhet pra, ja. Që e ta mo. Ti un po knoja ti. Sa do lej. Apo ne që shohim nga njëri po ja dai shumë lek. O burra, a di ki me, ka pasisht ku të shkoj kështu. Jo, Tani. unë nuk mundem ashtu, për vetë time po nuk më thirre unë të vete. Nëse çunat e Më kanë falë, qik më ato kanë të qik shoh, më gallat. për veten time, jo. Mi vaj, ne kthej pak edhe kështu. Se kanë më gallat. Ma gallat. Po them që shumicën e rasteve Shiko, varet, se cili ka atë tipin e vet edhe të formave të batutave, se janë ca për shembull që e bëjnë dasmën totalisht gallate. shumë E ullin ca batuta e pasere, ca gjona, ke parasysh. Jo vetëm kënaqë, po dhe flasin. E lëvizin se ja kanë marrë dorën, e kanë qik natyrën me bone qyfyr. Gallat, shumë e Po dhe mu t'i njofin. Jo. Plasmorët. Tafti bafti. Edhe pa njove, ke gabim. Tafti Tafti bafti, thjesht i shef pak menje më shembull aty që është që puna aty që bo shaka. E ke taku Ja gjitha përpara, shumë thotë. Shiko. Është i afrushëm. Ju, familjarë ju takoni për para, se ndani datën e këto. Edhe keni kryu pak ata. Edhe ajo është, si tush, që të manë, jo siguria në thojë, po e jem regu me të parë, me zotën e shpisti. Lojnë atë gjonë aty, kur ti bon, ti nis me ata, po vrasi se injekton dhe dasmën, edhe dasmonët mrapa. Po ti nis me ata që ti e ke konfidencë, se e ke taku para. Në nasjerë se shu qipet kafti baftin, kuptat? Se ashtu për shatë, pasaj edhe s'di cilësh me njerëzit. Kur si njef, dasma ti e di që njoni tjetër japi trunit dole në gjithë për jashtë, valla. Se shgalla dhe madhe, për edhe mu, kur thot dasma, qëta që kumërin kogë. Unë jam morë me video kër vje puna. Shkenë, se jo mo, të knosh, të rivja ty e gjithë kohë, si që theti. Knoj qik. O bra, Një varet, varet. po kjo çdo dasëm. Kjo çdo dasëm. E ke gabim çdo dasëm kështu, do dali një që do thot, kjo konga nuk o kështu, do e kënosh kështu. Edhe do e kënosh ashtu si thot ai. Si ka pi 3 gota ai tani edhe e don si ka qef ai. Dy knoje. Po i Ja s'di u me knoj. Në një Jo, rrëmë dhe mikrofonin e në diti- dora. e diti që me ka ndodhur mundi. Çfarë do bëj? Herë 2 3 3 ne tash. Na valla. Do të shkoj kongën. Më dasëm vetë ku erdhi ai për gjersi dasës i thot. Po unë po jo ka çevi kongaj. Po ulëm zotri, tha, ulë si jep gjithë çdo gjë është me radhë. Ulu tha. Po them që je shumë mirë ashtu. Kjo e lloj situatash, të ndryshme. Normal. Knaqen në ropë kështu, va. Jo se si din këta. Po knaqen kur e njën nga artistët në i gjohë, të parasysh. Edhe... Jo, janë gjëra të rrezikshme, kjo është realiteti. Po, flas Eti për shi. realitetin. Realiteti kurse. Ka lidhje. Tash i dasma për qefe, për kënaqësi është A, normal. ndryshe të Mirë, gjithë. jetën po. Mos të bëhet Kështu që- 100 herë. rob vetëm të kënaqen, të kërcejnë, djeta të djekin atë shamin, plako. Se sa shamia ka story, ku nuk di që ta e ka story. Po. Ja në themu, kur ajo nuk merë flak, i që sytë ka shamia shqip njerëzit. Disi varen plako, thuj ti si kur u vranë aty. Kur ajo nuk merë, ka da në Aty është i noti. Si vërdala dhe është e nëjtë Po aty është i noti. Ti Po marrë snes po. Po. Apo vjen 10 veta me çakon që.
Po, edhe bukur e ka marr dhondri për Kastile që mos nesi. Do se di. Ky është konkluzioni, po. Ta nuk do. Ka marr për Kastile mos nesi. A seriozisht? Po, sneza se varet çfarë mie ka blem dyqan ai shpejt. O sa e fort kjo. Po varet çfarë mie që se është duhet kështu me çfarë quhet pamuk. Duket që e të marri. Ti e merr kështu Ceylon atë, se varet si janë ku ke, varet ku ke marrë atë më, çfarë quhet kostumin. E ke marrë të shamin, ka vënë ka zbukur, e bukur me ngjyrë. Po për ta djeg s'ka, ullë raki s'ka. Ku merr me rakie? Rakia nuk është alkool 90 grada valla që të marrë flakë. Ajo rakia rrugësh, e ke bërë të pinçunat. Që dhe po ti vesh flakën e nuk merr. Se s'merr, më kupton? Që tu ishti lagë me raki, ma keq e bon. Si merr më shoku, kur si merr, bëhet si u. Kështu që zoti deri më sot nuk ka ndodhur ajo që në rastin tim, edhe si kam të shkoj. Ato që nezin ja kanë ble apo stafat, se ka ble dhondër. Ta kesh parasysh. Apo stafat, dhe ka ble plaka. Ja kanë ble njerëz të shtëpisë se tjetë fikse. Që sa e ve ai paf neza. Edhe neza bëhet prush i bukur djeg, po. Kurse kur nuk neze zogu është komplet, si që e Jasha Adelaida. Them se u knaqem për zonë. U knaqem shumë. Sa shkrej është këmë, po mje orë, gati orë 20. Vërtet? Për qef, po. Pa o kuptu fare. Nuk e kam po shikosha minutajin atje. Them se je zaurum, Gjonat. Ju thatë që kene i projekt bukur e kena surprizë. Kështu që s'po themi gjë për surprizë. Kur t'i vi momenti, shmejti. Ta nxjerrim bëjmë emision tjetër prapë. Po, se shmejti, patjetër që. Edhe kaca story të bukura gjatë verës, që ju i keni kaluar në për live, te di bëjmë prapë. Patjetër. Jemi në fund, ju falenderoj shumë sinqerisht. Shumë faleminderit nga ana juaj. Marrë mirë inshallah për gjithë. Për mikpritjen. Faleminderit shumë. Gjithçka. Jam shëndetuar për këtë klip. Shumë mirë. Edhe faleminderit shumë për ftesën. Rrofshit faleminderit. Marrë inshallah sezoni vera me çik sportivitet edhe me çik durim të fortë. Tash kjo vapa jemi bosi Dubai plan. 12 muaj viti verë. Dhe tash kjo vapa është aq vapë keqe saqë shumë vërtet. Po na ndosh. Është vërtet është. Edhe s'ta manë, nga kondicioneri më vapë, nga vapa në kondicioneri vetëm kol, po s'mune çdo 3 ditë smur, Nuk e di pse, shumë tema se vapë. Po, pak dhe në letë maj kohë e mirë, më qatë temi, se ne kohë e mirë keq, kohë e keq e keq. Neve edhe nuk nga gjenë, të kuptën. Nuk nga gjenë të kararin në që duham, ma duham vapën, apo duham ftatin. Ka vapë, asë jo në stjere. Najër. Piksi qëtarët. Najër. Piks. Njerëz, jemi në fund sinqerisht. Qatë të themeni, besë u knaqet, bëm një emision në bukur. Të dy artistët i falenderoj. Falenderit në dhe. Faleminderit ty. Shifni klipin YouTube me titull. Të puth. Edhe shifimi ke puntata tjene. Ajde. Ju puthë dhe unë. Ciao. Mirupafshim.